Hollanda vijon të jap sinjale të forta qeverisë shqiptare se rruga drejt Bashkimit Evropian nuk kalon përmes deklaratave politike apo miratimit formal të ligjeve, por vetëm përmes ndërtimit të institucioneve të forta, drejtësisë së pavarur dhe luftës reale kundër korrupsionit në nivelet e larta. Pas miratimit të raportit i Bar, ambasadori i Hollandës në Shqipëri, Reinhold Vos, artikuloi një tjetër mesazh të ashpër ndaj mënyrës se si funksionon pushteti në vend, duke theksuar se Bashkimi Evropian kërkon standarde reale demokratike dhe jo vetëm reforma në letër. Në një tryezë të Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen institucionale, Vos deklaroi se themeli i BE-s është besimi tek institucionet dhe aftësia e tyre për të funksionuar pa ndikim politik. Bashkimi Evropian është ndërtuar mbi besimin, besim tek institucionet që të funksionojnë në mënyrë të pavarur, besim që pushteti jep llogari, besim që ligjet zbatohen në mënyrë të drejtë, besim që qytetarët kanë zë të qëndrueshëm në jetën publike. Ndaj grup kapitulli i parë, themeloret, ka rëndësi kaq shumë dhe është në thelb të procesit të negociatave. Prandaj dhe roli i parlamentit është absolutisht qendror. Kriteri i parë për antarësimin është të kemi një parlament të mirë. Mbikëqyrja parlamentare nuk është një pengesë për qeverisje efektive. Përkundrazi e përmirësojnë qeverisjen, deklaroi ambasadori hollandez. Diplomati Hagës ironizoi edhe mënyrën teknike me të cilën shpesh paraqitet procesi i integrimit, duke lënë të kuptohet se Shqipëria nuk mund ta bindë Bashkimin Evropian vetëm me prodhim ligjesh. Procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian nuk ka të bëjë vetëm me miratimin e legjislacionit, nuk është thjesht një ushtrim teknik për përkthimin e direktivave në ligjin shqiptar. Nëse do të ishte kështu, procesi ndoshta mund të përfundohej nga një sistem shumë inteligjent i inteligjencës artificiale, edhe disa juristë të lodhur duke pirë shumë kafe natën vonë. Sfida e vërtetë është kultura institucionale. Bashkimi Evropian në fundit ndërtohet mbi besimin që institucionet funksionojnë në mënyrë të pavarur, besimin që pushteti mban përgjegjësi, besimin që ligjet zbatohen në mënyrë të drejtë dhe besimin që qytetarët kanë një zë kuptim plot në jetën publike, u shpreh Vos. Mesazhi i Hollandës vjen në vijim të qëndrimit të përbashkët me Gjermaninë, ku dy vendet kryesore të Bashkimit Evropian paralajmërojnë qeverinë shqiptare se nuk do të ketë progres në negociata pa rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe pa respektim të plotë të pavarësisë së drejtësisë. Në deklaratën e përbashkët, Gjermania dhe Hollanda theksuan se hetimet ndaj zyrtarëve të lartë dhe funksionimi i pavarur i institucioneve të drejtësisë mbeten kushtet pa negociueshme për Shqipërinë. Respektimi i pavarësisë së drejtësisë dhe lufta pa pengesa e korrupsionit, edhe në raste të nivelit të lartë, janë kushtet pa negociueshme për progresin e Shqipërisë në procesin e antarësimit në BE. Këtu bën pjesë edhe fakti që vendimarrjet lidhur me heqjen e imunitetit duhet të jenë në harmoni me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë përcaktuar qartë pritshmëritë ndaj Shqipërisë në deklaratën e përbashkët, duke i konsideruar ato kushte kyçe për përmbylljen e negociatave të antarësimit. Thuhej në reagimin e përbashkët të të dyja vendeve, qëndrimet e përsëritura të Hollandës dhe Gjermanisë interpretohen si një paralajmërim i qartë për qeverinë shqiptare se procesi i integrimit nuk do të ecë përpara nëse reformat mbeten vetëm formale dhe nëse institucionet e drejtësisë përballen me presion politik.